besimin në nebijet, lajmtarët e Allahut dhe në rasulet të dërguarit e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e potencuam këtë term gjuhën arabe për të sqaruar një gjë në start. Ajo është se disa dietar kanë thënë se në mes të nebijit dhe rasulit ka dallim. Nebi është ai i cili vjen me vërtetim të shpalljes së nebijit të mëhershëm. Pra, pas Musait a.s. për shembull, kishte disa nebi tek Beni Israilet. Mirë po ata të gjithë e vërtetonin Teuratin e Musës a.s. Pra nuk kishin shpallje të veçantë të tyre. Dhe për këtë dietarët thonë se nebi është ai i cili vërteton shpalljen e mëhershme, mirë po nuk sjell, Allahu nuk i zbret atij shpallje të re apo libër të ri. Dhe ky është një prej dallimeve. Ndërsa Resul është ai i cili e vërteton shpalljen e mëhershme dhe pos kësaj Allahu i ka zbritur shpallje të re. Për shembull, Isa a.s. vjen pas Musait, e vërteton shpalljen e Musait Teuratin, mirë po pos kësaj Allahu i zbret atij shpallje të re, Injillin, libër të ri. Andaj, që është shumë me rëndësi, kur Allahu i lartësuar thot për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa khatamun nabiyyin, dhe ai është vula e nebive. Kjo do të thotë se pas ti më nuk ka as nebi e as resul, sepse çdo resul pa tjetër që tjetë nebi. Nebiu thamë se vërteton atë që është më herët. Andaj, për të qenë resul, për të ardhë shpallje e re ati, duhet që tjetë edhe nebi. Prandaj, pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka më as nebi e as resul, për të mos ardhur dikush prej grupeve të devijuara e të thotë se Allahu po e mohon, po e thot se ai është nebi i fundit, mirë po nuk e ka përmend se ai është resuli i fundit. Nuk e ka përmend sepse kjo nuk kuptohet, sepse nëse nuk ka pas tij nebi, nuk ka gjasa të ketë resul, sepse resuli është diçka plus, diçka shtesë, ka shpallje. Mirë po edhe ai është nebi sepse vërteton shpalljen e mëhershme. Kjo është si start një vërejtje dhe një sqarim i rëndësishëm. Besimi i ehlusunetit në pejgamberët e Allahut është në përgjithësi dhe në veçanti. Në përgjithësi është besojmë se Allahu ka dërguar në çdo popull, në çdo vend dhe gjatë kohrave të mëhershme pejgamber. Misioni i tyre ka qenë eni ibudullaha wajtanibu tagut, të thrasin njerëzit në adhurimin e Allahut, në tauhidin e Allahut dhe në largimin prej tagutit, prej djallit, prej çdo gjë që adhurohet pos Allahut të lartësuar. Në përgjithësi. Dhe besimi i veçantë është të besojmë në ata emra të pejgamberëve dhe në ata pejgamber të veçantë të cilët Allahu na i sqaron në Kur'an, si për shembull Nuhu a.s., Davudi a.s., Sulejmani a.s., Musa a.s., Jusufi a.s., Jakubi a.s., Luti a.s., Ishaku a.s., e kështu me radhë. Do me thënë besim i veçantë në ata profet, në ata pejgamber të cilët Allahu i cek pak ma veçanërisht prej të gjithë të tjerëve në përgjithësi. Dhe jemi të obliguar të besojmë në secilin prej tyre dhe në çdo gjë për të cilën Allahu na ka lajmëruar për ta. Dhe pas kësaj jemi të obliguar të besojmë se, dhe kjo është shtyllë e fortë e fuqishme e besimit tek të gjithë muslimanët, se Muhamedi a.s. është i fundit. Muhamedi a.s. është vula e profetëve, vula e pejgamberëve, vula e nebive, vula e resulve. Pas tij më nuk ka as nebi e as resul. Dhe kushdo që pretendon se është pejgamber pas tij, siç ka ndodhur me disa devijuar në Pakistan, në Indi apo diku tjetër, siç janë Ahmed Kadiani, Bahaiu, apo Rashad Khalifa, apo disa dejalla tjerë të poshtër dhe të devijuar që janë munduar të manipulojnë me njerëzit, këta të gjithë janë rënacak, gënjeshtar, nuk janë të vërtet.